Universi po jep sinjalin e fshehtë. Nëse e sheh këtë video, nuk është rastësi. Kur universi jep një sinjal të fshehtë, ai nuk vjen kurrë rastësisht. Vjen në momente kur je gati të dëgjosh, të kuptosh dhe të marrësh një drejtim të ri. Nëse po e sheh këtë video tani, atëherë energjia ka trokitur tek ti me një arsye të qartë. Ky sinjal vjen për të zbuluar atë që është fshehur, për të treguar një të vërtetë dhe për të hapur një shteg që deri dje dukej i mbyllur. Sot, 4 shenja marrin një thirrje direkte nga universi. Mesazhi është i fortë, i pastër dhe i shkruar pikërisht për ata që janë gati të ndryshojnë. Gaforia. Sinjali i universit po të vjen në një moment kur ke nevojë të rikthehesh te vetja dhe të shohësh qartë çfarë po të lodh. Ke qenë duke mbajtur brenda shumë emocione, shumë mendime dhe shumë dyshime që nuk i ke shprehur. Ky sinjal nuk është një paralajmërim i zakonshëm, është thirrja që të shtyn të mbyllësh një kapitull që ke lënë pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon vendim të menjëhershëm, por do të çojë drejt stabilitetit. Në dashuri, dikush mund të tregojë sinqeritet ose të zbulojë ndjenjat e vërteta. Financiarisht, një lëvizje e vogël mund të sjellë përmirësim gradual. Energjikisht, universi të thotë të mos injorosh më asnjë shenjë që ndjen në zemër. Ky sinjal ka ardhur tani sepse je gati të marrësh një hap të rëndësishëm që do të ndryshojë rrugën tënde emocionale dhe shpirtërore. Akrepi. Ky sinjal i fshehtë vjen për të treguar se ke arritur në një pikë ku e vërteta nuk mund të mbetet më në hije. Prej kohësh ke ndjerë se diçka po ndryshon, por nuk ke dashur ta pranosh plotësisht. Tani universi e bën të pamundur shmangjen. Në punë mund të zbulohet një informacion që të jep drejtim, avantazh ose të paralajmëron për një person që nuk është i sinqert. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të thella dhe marrëdhëniet kalojnë në një fazë më të sinqertë. Mund të mbyllet një lidhje që nuk të përkiste ose të fillojë një kapitull i ri me qartësi. Financiarisht është moment vigjilence, por edhe mundësie. Energjikisht, universi të thotë të mos friksohesh nga transformimi. Sinjali ka ardhur tani sepse ke forcën për të bërë atë që duhet, jo atë që është e lehtë. Ky është çasti yt. Ujori. Sinjali i universit të drejton drejt një ideje, një frymëzimi ose një lajmi që do të ndryshojë mënyrën si e shikon të ardhmen. Ke qenë emocionalisht i shpërqendruar, por tani energjia të tërheq drejt një vizioni të qartë. Në punë, një mundësi kreative mund të hapet ose mund të shfaqet dikush që të ofron ndihmën e duhur. Në dashuri, ndodh një afrim i fortë ose një qartësi që të tregon nëse dikush është pjesë e rrugës tënde apo jo. Financiarisht, pritet një vendim i mençur që step situatat e paqarta. Energjikisht, universi të thotë të besosh tek intuita, sepse ajo po të çon drejt një kapitulli të ri që kërkon mendje të pastër dhe shpirt të hapur. Ky sinjal nuk është dërguar gabimisht, ai është mesazhi që ke kërkuar pa e thënë. Peshqit. Kjo energji e fshehtë vjen për të zgjuar shpirtërisht dhe për të treguar një drejtim që ke nevojë të ndjekësh. Ke pritur shumë gjatë për qartësi dhe universi tani po ta sjell me forcë. Në punë, një sinjal i vogël mund të hap një mundësi të madhe, sidomos nëse lidhet me kreativitetin ose intuitën. Në dashuri, ndodh një afrimi emocional që të rikthen ndjeshmëri dhe shpresë. Nëse ka pasur distancë, sot ajo zvogëlohet. Financiarisht, një mundësi e re fillon të marrë formë, por kërkon besim dhe durim. Energjikisht, ti ke aftësinë të ndjesh gjërat para se të ndodhin, dhe ky sinjal i universit vjen për të konfirmuar se je në rrugën e duhur. Ky mesazh nuk është rastësi. Është udhëzimi që ke pritur. Shkruaj në komente. E marr sinjalin dhe shenjën tënde. Bëj like për të aktivizuar energjinë. Bëhu subscribe që të mos humbasësh mesazhet e ardhshme. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për këtë sinjal sot. Universi flet gjithmonë. Por sot, ai flet për ty.